Këngëtari i njohur shqiptar Ariana Agushi, i njohur për publikun e gjerë si Goldie G, ka ndarë një lajm mjaft të hidhur me ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Ai ka njoftuar se tezja e tij Lulja ka ndruar jetë. Përmes një postimi thellësisht emocional, reperi ka shprehur dhimbjen për këtë humbje dhe i është drejtuar me fjalë prekse të afërmit të tij Amirit. Ai vlerësoi sakrificën e tezës për të arritur të birin jetim, duke theksuar se të dy ndajnë një histori të ngjashme jetësore. Gjëja më e dhimbshme në këtë ngjarje është se humbja ka ndodhur pikërisht në ditën e ditëlindjes së djalit të saj. Në këtë ditë të ditëlindjes tënde vlla, nuk e prita që të ngushëlloj, por ai që e ka jetën tonë në dorë, ai i di punët e veta e ne pajtohemi me caktimin e tij, shkruan Agushi në postimin e tij.